Zbulohet lidhja mes dy këngëtarëve të njohur shqiptarë çfarë pas ka Ermir Shahini Anjeza Shahinin. Prej vitesh ata të dy kanë qenë pjesë të skenave shqiptare, njëri si pjesë e grupit West Side Family dhe tjetra si një prej këngëtarëve që u dallua për zërin e saj në ethet e së premtes mbrëma e më pas edhe me këngët e saj. Miri dhe Anjeza nuk ndajnë vetëm skenën, por edhe lidhje gjaku mes tyre. Kështu, Ermir Shahini është kushuriri i parë i Anjeza Shahinit, konkretisht djali i xhaxhait të saj. Lidhjen mes tyre e ka zbuluar këngëtari Klajdi Musabelliu, i cili u shpreh se nuk ka ndonjë koment pozitiv për Mirin, të cilin e njeh prej mikes së tij Anjezës, dhe se kishte qenë në shtëpinë e tij para se ai të futej në shtëpinë e Big Brother VIP. Selina është si shpirt dhe mjaft e bukur. Pjesa tjetër nuk dua të bëj një koment, sepse është djali i xhaxhait të mikes sime shumë të mirë Anjeza Shahinit dhe kam ngrënë një drek rastësisht tek shtëpia e tij. Për Mirin nuk kam ndonjë koment pozitiv, ndaj më mirë të hesht, u shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.